Në moton larg duart nga prrenja si qindra banor të kësaj zone zhvilluan një protestë kundër reformës së re administrativo-territoriale, e cila parashikon mundësinë e bashkimit në një bashki të vetme të prrenjasit me Librazhdin. Qytetarët u mlodhen në sheshin kryesor të qytetit me flamuj kombëtar dhe pankarta, pa simbole politike, duke shprehur kundërshtimin e tyre ndaj këtij propozimi. Ata kërkuan që prrenjasi të ruaj statusin e tij si bashkim më vete, duke argumentuar se zona ka identitet, tradita, zakone dhe histori të veçantë, si dhe potencial të rëndësishëm për zhvillimin e turizmit. Banorët shprehen gjithashtu pak kënaqësi ndaj klasës politike, për të cilën thanë se nuk ka zhvilluar asnjë dëgjes publike me komunitetin lidhur me reformën territoriale. Sipas tyre vendimet nuk mund të merren pa konsultimin e qytetarëve. O kryetar i grupit parlamentar të Aulan Balla, kam prit nga Zoti jo nga ty, më vjeron nga Zoti kërkoj falje, mallkuar qofsh që me kishë mi prejsin, mallkuar qofsh që na i drodhë o tradhtar. Lidhja e kurorore që do ketë prrenjasi me botën, me Europën, por dhe me botën më tanë, edhe me Azinë, është pikërisht hyrja e prrenjasit. Dhe mbi të gjitha, Librazhi nuk ka ekonomi më të madhe sa prrenjasi si bashki. Jo për një arsye, por për 100 arsye bashkia duhet të funksionojë. Nuk është bërë asnjë komunikim në dëgjesa në komunitet. Nuk ka të ngjashme me qytetin e Librazhit. As edhe me Pogradecin. Historiku nuk na pjek me Librazhin, mundësia nuk është për shkollë Librazh për problemet që mund na ndodhin. Aulan Balla si deputet na u zotua të japi certifikatat e tokës, ndar toka në vitin 1991, sot i thon 2026 korrik, akoma s'kemi marrë certifikatat. Çfarë kërkojmë nga Librazhi ne? Çfarë të mirë do kemi ne nga Librazhi? Kjo punë vjen nga mania e të Aulan Ballës për të fuqizuar bashkinë e Librazhdit, që të gjitha shërbimet të shkojnë në bashkinë e Librazhdit. Komunitetin e vetëm të Rajcës që e plotson me 12.000 banor, por edhe zonat e tjera përreth që këtu jo nuk do të luaj, po do të shtohen më aktivitetet e punës. Deri në fund do kundërshtohet kjo. Bashkia pra nuk do të vizë. Në asnjë mënyrë të largohet bashkia nga zona e Prrenjsit me 40.000 banor. Kufizojmë nga Serbleva, nga Maqedonia, nga Kuksi, të shkojnë në Elbasan, atë na hedhin me Shkupin. Si është në largën e këtu, shkojnë për një firmë, për një ankesë, shkojnë në Bash. Atë shkojnë më mirë në Tiranë, si po kjo punë kështu. Do bllokojmë rrugën kryesore. Do bllokojmë rrugën nacionale, se përndryshe me këta nuk qahet. Paralelisht me protestën, banorët kanë organizuar dhe një peticion i cili është firmosur nga qindra e qytetarë të Bashkisë së Prrenjasit. Përmes tij, ata i kërkojnë qeverisë dhe Komisionit për Reformën Administrativo-Territoriale të heqin dorë nga plani për bashkimin me Librazhdin. Protestuesit paralajmëruan se nëse kërkesat e tyre nuk merren në konsiderat, do të përshkallëzojnë reagimet dhe protestat në ditët në vijim.